Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Ujori. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi është kalor si kupës. Të dashur, kudo që është duke të thirrur apo shpira ajo zemra juaj, ajo ndjesi tek një person, tek një situatë, sikur zemra jote është gati të flasë, jo vetëm të ndjej. Tani është momenti për të ndjekur atë që të emocionon, që të frymëzon, ecë përpara me atë që të bën të ndihesh gjallë. Nëse është një person, një ëndër e re, një ku di unë, është e drejtë ta ndjekësh, është i vërtet, apo është e vërtetë, është e sinqertë. Por me një kusht të dashur jor, mos ta shisni veten lirë. Në kuptimin e asaj tani, do kuptoni, të mos harrosh vlerën tënde. Në emër të romancës apo ëndrës, çfarë do të jetë, mos të bësh kompromis me gjëra që nuk bëhen, mos të shkelësh në dinjitetin tënd për të kënaqur tjetrin apo tjetrën. Pra, të dashur ujor, zemra jote nuk është më për ta mbajtur mbyllur, është për të ndarë për të ndarë, do thotë, me dikë apo me diçka, me fjalë, me guxim, me butësi. Ti je gati të ndjekësh ëndrrën. Dhe nuk është vetëm ta ëndrosh. Pra, por asnjëherë mos ta humbisni veten në çfarëdo që jeni nisur tashmë, të dashur ujor.